Atëherë të dashur, u rikthyem në studio për të vijuar bisedën me mysafirin e sotshëm. Kam në studio sot një artist të kaligrafisë. Kaligrafi, domethënë arti i shkrimit të bukur, dhe për të sqaruar më tepër mbi këtë temë, po ashtu pasionin e tij dhe punën, projekte që ai bën, kam të ftuar sot Ismail Sulimanin. Shumë kënaqësi që të kam sot në emision. Faleminderit për ftesën. Kënaqësia është ime. Fillojmë pak, se besoj gjithë duam të dimë se si nisi rrugtimin me kaligrafin, çfarë të tërhoqi tek. Është arti i shkrimit të bukur apo jo, nëse nuk po gaboj? Po, kështu, fillimisht ju tregova pak më herët që gjithçka ka filluar në Turqi, ku unë si 13 vjeçar kam shku për një shkollë verore, nuk e kam pas qarpi përpara se shembull kam ndjek ndaj kurs të kaligrafisë apo diçka, po tamam gjithçka ka ndodhur spontanisht. Atje ka pas kurse të ndryshme, ka pas kurse për instrumente muzikore, ka pas kurs të shahut, sa e maj men, edhe kurs të kaligrafisë. Edhe ato, domethënë kurset janë, unë kam qëndru atje 3 javë, kurset ka pas kurse një ditë, një javë për çdo javë. Edhe, domethënë, 2 javët e para është interesant, unë kam shku te kursi i shahut, se aty kam pas krejt shokët. Pastaj javën e fundit, domethënë një ditë rastësisht unë s'di dola diçka te ai objekti ku zhvilloheshin kurset, si shkollë. Edhe rastësisht i pash domethënë me letra, me lapsa, edhe pastaj aty filloi gjithçka, mora si përgjithësi që ka qenë për neve, edhe prej atëherë domethënë vazhdoj. Kur i pe ata me letra e lapsa, çfarë tërhoqi ndoshta te kaligrafia? Pse vendose ti qasesh edhe ti? Po, çfarë u duk ndoshta pak më interesant se sa shahu në këtë rast? Kaligrafia më ka tërheq momentin e parë se ato përgjegjësit që kanë qenë për neve, 2 prej tyre kanë ditë kaligrafi. E para asaj dite, na kanë shkruajt emrat neve, edhe mu, kur jam njoftu për herë të parë, ka qenë shumë interesant. Pastaj kur i kam pa te klasat që po zhvillohet kursi i kaligrafisë, unë më njëherë kam shpreh interes edhe më kanë pranuar. 13 vite punë apo jo, po bëhen tash me kaligrafin? 13 vite. 13 vite punë. I mban mend ndoshta ato fillimet e tua, punët e para, ndoshta nuk kanë qenë edhe aq projekte të mëdha sa janë sot. Me çfarë fillove fillimisht? Po fillimisht është interesant, domethënë që fillimet e para ka filluar me ekspozitë. Punimet e para që i kam realizuar në Turqi në 2018 kanë dalë, pastaj pas një kohë kanë dalë në ekspozitë, edhe pse nuk kanë qenë punime shembull nivelit të lartë, kanë qenë punime të nxënësve që janë të akoma fillestare. Po, akoma fillestare, po domethënë ato i kujtoj edhe nuk i harroj asnjëherë. Çfarë ishin? Ishin emra apo ishin të tjera emra, shkrime? Fjalë nga gjuha turke diçka, ashtu diçka. Më thënë direkt me ekspozitën e parë, kishim përshtypje të njerëzve ose more komente? Jo, nëse kishte një farë përshtypje, ishte interesant, po jo në atë formën që me marrë komente, s'po dija si me përshkru, po mirë ka qenë. Pastaj prej aty ai mësuesi që e kam pas, më ka furnizuar me letra dhe lapsa dhe më ka thonë në vazhdo kur të shkojsh në Maqedoni. Edhe domethënë ajo ka qenë domethënë krejt ai motivi më i madh për me vazhduar në këtu. Se më ka pajis domethënë me materiale, se ndoshta në atë kohë edhe unë jam kohën i ri, fëmijë kam qenë. Normal, dikush edhe gjek, po ai më ka furnizuar që s'kam pas nevojë me dalë me lip, po vetëm kam vazhduar edhe kam zhvilluar. 13 vite, karrierë me kaligrafin, çfarë përmbajnë këto 13 vite? Çfarë kemi pasur brenda këto 13 viteve? Besoj punë, projekte, prezantime të ndryshme. Edhe dua di pak edhe mbi stilin, se si dua përshkruaje stilin tënd, se pak a shumë artisti ndoshta fillon me diçka, por duke punuar edhe e gjen veten në përgjithësi, e krijon atë imazhin e vet si artist.
13 vite, dhe më thonë, ato vitet e para ishin, si me thonë, me një farforme eksplorim, të jo me këshirë me kriju stil, po ka qenë gjithçka për të mësu, për me marrë informacione, se unë e shembull nuk kam shku as në kurse apo shkolla, ose me studiu, shembull dizajn grafik, e pastaj me kalu te kaligrafia, me kaligrafin. Po gjithçka vetë. Më thënë një komplet autodidakt. Po. Ato vitet e para në atë formë kanë qenë si vetë studim, s'po di që me thonë. Pastaj kaligrafia është interesant që mundet duhet është një rregull që mundesh më mësu edhe të kopju. Fillimet e para kanë qenë jam mundu shembull mi pase çka kanë bën artistat, domethënë më të mëdhaj. Edhe të e pa punën e tyre, tu mundu me bën si ata, domethënë ato fillimet e para. Pastaj e faza pas kësajna, tu dash me bën diçka pi vetës. E pastaj aty ka fillu gjithçka ku unë kam nis me tentu me kriju diçka, domethënë autentike, domethënë temën. Edhe besoj që ja kam arrit deri diku, se nuk muj me thonë që kam bën diçka wow, se po mirë është. Po mirë, ko kemi plot akoma. Artisti është gjithmonë në zhvillim e sipër. Kur nisë këtë që thua të bësh diçka autentike tënden, sa ishte e vështirë? Edhe para shumë, çfarë mund ta quajmë atë? Çfarë stili apo çfarë krijimesh ato të tuat? Si do i prezantoje apo përshkruaje? Autentike, muj me thonë shembull diçka që është origjinale. Domethënë nuk është vetëm me shku me morë për dikuj një stil, edhe pastaj ti me vazhdu në atë formë, me punu, edhe me qujtë si diçka të anën personale. Aja është shumë diçka e ultë. Une mendoj, se deri diku kam kriju, se kam një alfabet, si me thonë, temi personal që e përdori për morale, ose për punë tjera, për piktura e kësi punë. Alfabet personal. Në atë formë, mujtë me qujtë, po. Çfarë është faktikisht një alfabet personal, në këtë rast, apo në kaligrafi? Si do Në duke? kaligrafi, dhe me thonë, është e karakterizon shembull artistin. Nuk e di, kështu, s'po di që me u spjegu, po shifët, dhe me thonë, në vepër. Është kombinimi stileve të ndryshme të kaligrafisë, mënyrës së shkrimit të shkronjave, edhe para shumë ti ke zgjedhur ato që të flenë më tepër, që të pëlqejnë më tepër, apo edhe i ke kombinuar? Shumë e vërtet, është kombinim shembull i disa stileve të ndryshme. Dhe me thonë, ma saksisht është kaligrafiti. është një rrim që quhet kaligrafiti, është kombinimi kaligrafisë dhe grafitit. E ka nis një artist anglez apo amerikan, mos mu kam një përfjale, se di nashta mu edhe me gabu. Është një rrim shumë interesant. Dhe me thonë se kaligrafia është art shumë me regula strikte, grafiti është shumë i lirë. E kjo kombinimi e këtive e ka bon këtë rrimën shumë interesante edhe shumë të rrejtëse për njerëzit. Funksionon duke qenë njëra shumë strikte kurse tjetra më e lirë? Po. Përputhen mirë? Funksionon me një farë forme. Kjo kaligrafiti është diçka që ka rrjedh tash kohëve të fundit apo ekzistojnë që më është diçka që ka rrjedh më shumë kohëve të fundit. E kam zhvillu edhe unë pak këtë stil, edhe vazhdoj me zhvillu, po problemi është që është bërë shumë e përdorur. Kjo një farë një teknikë. Një teknikë e caktuar është bërë shumë e përdorur e kësaj. E për atë arsye edhe kam pauzu pak me atë.
Ku do hasnim më shumë? Se thua që është të përdor, beson neve, njerëzve në jetën e përditshme apo në përgjithësi gjatë jetës, e hasim diku këtë kaligrafitin si teknik, do mund ta shihni diku apo Po, mendoj që mundi me pa, ka në përshkup ka muralet ndryshme në për rrugë. Unë i kam pa, dhe me thënë ku jam përdor regula dhe ku nuk jam përdor regula. Kam pa edhe ku janë bo kombinimi dyjeve, nështë pse jena të fushës edhe i vërejmë të gjona. Po i kupton gjërat më mirë, po i do. E për atë arsye, po mendoj që ka me pa plot. Me që jemi tek moralet, një nga punët e tua janë moralet apo jo? Një nga punët e mia janë edhe moralet. Kur moralet, flasim për dimensione, janë diçka me dimension më të madh, punë ndoshta që kërkon më shumë kohë, më shumë përkushtim, kur fillove me moralet dhe si? Me moralet kam fillu në vitin 2019. Moralin e pare kam realizu në qytetin e Kumanovës, me një lokal kafe bar, ka qenë. Nuk më kujtohet që kam morë punën, është interesant, 2019, para pandemisë. Po, ka qenë shumë moral, e kam realizu si është ma mira. Edhe për atë kohë kam qenë i knast. Morali i parë apo jo? Ishte sfidë? Shumë sfidë. Shumë sfidë, se në atë kohë po edhe tash, se unë jetoj në qytetin e Kumanovës. Në Kumanovë është pak problem me gjetë materiale për shembull për morale. Se për morale ka disa materiale pak më specifike që janë spreja. Ashtu, ngjyrat besoj dhe gjithçka që përdoret, po është ndryshe nga ato që jemi mësuar ne. Sfiduese ka qenë se u dashke me ardhen në Shkup, me morë material, pastaj më kthye, ndodh këtë njëra që gjatë procesit ka dalë diçka tjetër, pastaj prapë u dash me e në atë formë, se për ndryshe kështu edhe për në aspektin e kaligrafisë dhe realizimit ka qenë sfiduese, për arsye se unë deri në atë kohë 2019, 6 vjetë, domethënë kam realizu vetëm letër. E pastaj kur kam dalë në moral, ka qenë shumë një hap, domethënë i madh për mua. Por e more guximin dhe e bëre. Dhe që atëherë vazhdoj me morale akoma. Që nga 2019. Moralet që bëjmë, janë, le të themi, ide të tua, apo propozime të tua, apo varet edhe nga klienti në këtë rast? Ja. Po ashtu kur flasim për moralet, sepse kemi moralet të ndryshme, sidomos të arteve pamore apo arteve vizuele, flasim në stilin e kaligrafisë, apo jo? Po, patjetër. Jo, nuk janë vetëm munden me qenë edhe ide të mia, po shumica janë kombinim. Për shembull, vjen një klient edhe më tregon mua për një ide, për shembull ka një lokal ose tek e fundit të shtëpia vet do me realizu diçka. E pastaj unë e marr idenë e atij edhe e zhvilloj me një farë forme. Mundona me parafru me atë që ai do me realizu. E pastaj vazhdojnë, jo, nëse dy palët janë të kënaqur, vazhdojnë me realizimin edhe gjithçka. Kur themi morale dhe kaligrafi, flasim, sepse deri tani po flasim për letra dhe pak a shumë shkrime, domethënë kaligrafia është arti shkrimit të bukur, kur jemi tek moralet, çfarë bëjmë me kaligrafin, si e përdorim? Çfarë faktikisht shohim ne në mure? Mendojmë, shohim po ashtu shkrime, apo mund të krijojmë edhe gjëra të tjera me kaligrafinë morale? Apo janë kryesisht shkrime dhe ato, apo shkronje, ose... Me moralin, me kaligrafi, mundesh me përqu mesazhe. Për shembull, se bën kryesisht është për me shkrime lidhet. Gjëra ndryshme. Besoj që mundesh me bën shumë gjëra, nuk është vetëm kjo me përqu mesazhe, mundesh lloj gjëra, mundesh me kriju edhe ilustrime me kaligrafi. Ka artista, kaligraf, dizajnerët që krijojnë portrete me shkrime, me shkronje. Domethënë shkrimi në këtë rast tek moralet përdoret për të ilustruar shumë gjëra, që forma, portrete, është diçka shumë interesante. Po, shumë interesant.
është interesant që mundesh me përdorë në forma të ndryshme, nuk je i kufizuar shembull vetëm me një aspekt. Se unë në fillim kam menduar që me kaligrafia është problematike me zhvillu shumë ide. Si që the edhe më herët është diçka strikte, Po, që në rregull është, shembull ka disa rregulla strikte, po nuk është e thënë që je i kufizuar, veç pse ka të bëjë me shkronja. do të të jep edhe një farë lirie shprehjes artistike dhe shpirtërore, do thonim kështu? Po. Përveç deri më tani faktikisht sa murale kemi përgatitur? Unë personalisht? Morale kam të realizuar ndoshta i kam 10 ose më shumë se 10. Morale. Dhe qoftë tek shkrimet në letra, tek kaligrafia në letra, tek moralet në përgjithësi, mund përdorim ngjyra apo gjithçka bardhëzi? Jo, je i lirë me përdorë ngjyra. Përdorim edhe ngjyra. Sepse pak a shumë ndoshta shumica kur e ka në mendje kaligrafin, pak i shohim ato, le të themi ndoshta më bazik atë kur shkruajmë me një stylolaps apo laps Jo, dhe po ngjyrat varet pi shijes të artistit, që dikush preferon me ngjyra, dikush e preferon bardhëzi, dikush e preferon, nuk e di. Ndoshta një kombinim, Po, ose ndonjë varet edhe nga kombinim, puna, po ngjyra, edhe klienti në po, këtë rast çfarë preferon. Përmenda më herët mjetet, kemi tek ne, gjej mjete mjaftueshëm për artin e kaligrafisë? Na kufizon kjo sadopak? Jo, nuk ka mundësi me gjetë mjete mjaftueshëm këto tek ne. Unë në fillim, mjetet e para që i kam ble profesionale për kaligrafi, dhe i kam porosit prej jashtë shtetit. Më saktësisht prej në Zvicër. Se këto është problematike. Pastaj mbas një kohë për mjete profesionale, se mjete më të thjeshta mundesh me gjetë lapsa, markera, që e kanë formën e duhur të prerjes për me realizu kaligrafi. Për mjete profesionale është pak ma problematike, po ato për letra, kësi punë, ngjyra, gjejmë. Po, ato gjindëm, po kur duam diçka më madhore apo më profesionale, duhet gjithmonë të kërkojmë nga jashtë. Po, patjetër. Po, si zakonisht pak a shumë funksionon mendoj me gjitha artet kështu, jemi pak të kufizuar në këtë drejtim. Jo pak, po shumë, po. Kështu është situata, s'kena shkëve mu. Ditë kufizoj kjo edhe punën, besoj ndonjëherë. Po. Ose të paktën limitet kohore i pengon. Në shumë aspekte të kufizon, shembull, më ka ndodhur kam pas porosi prej jashtë shtetit. S'po tregoj prej cilit shtet, po jam qenë i kufizuar se nëse edhe kam qenë i ri, nuk kam mujt mi ecë disa punë, po du me thonë që në shumë aspekte në vendin tonë, artistat janë të kufizuar dhe nuk mundën me zhvillu, edhe mu zhvillu si artista, edhe me jetu me atë që din me bo mas mire. Është shumë e vërtet fatkeqësisht. Te kaligrafia, kemi stile, teknika të ndryshme? Po. Te kaligrafia ka stile ndryshme, se stilet e kaligrafisë janë zhvillu në periudat ndryshme kohore. Edhe pastaj kanë morë edhe emërtimin në atë formë. Shembull, një stil që më tërheq më shumë është stili gotik i kaligrafisë. Ajo, si pi emrit, dihet që është zhvillu në periudën gotike. Ku është zhvillu edhe arkitektura në periudët gotike dhe gjithçka. Pastaj italik, stili italik, roman. Që gjitha këto Ka plot stilet ndryshme. Këto, ose të paktën gotikun, se si që pas dhe më të preferuarin, i punon, i zhvillon edhe në kaligrafin tënde? Po. Sidomos stilin gotik e kam zhvillu, e kam punu shumë gjatë kohë. Edhe pastaj edhe italik. Jam mundu disa stilet ndryshme mi përvecu.
se kur jam konsultu me disa artistat të huj, më kanë thonë, e di mos u fokuso vetëm të një stil. Nuk është mirë edhe vetëm të një teknikë. E ajo më ka ndihmu shumë, se jam zhvillu pastaj në teknika ndryshme edhe në stile ndryshme. Unë e di me bo shembull kaligrafi me brush. Do me thonë me disa teknika di me realizu disa stilet ndryshme në atë formë. Kjo me brush është njëra ndër teknikat. Njëra ndër teknikat. Se normal ma stabile, ma sigurt, le të themi, po, është me lapsa profesional, me markera. Çfarë kemi të tjera përveç markerit, brushës apo lapsit? Ndonjë teknik? Dhe teknik tjetër digital. Ka dhe kaligrafi digital. Ka artista që bëjnë kaligrafi vetëm digital kaligrafi. Okej, do të thonë digitalizimi tashmë është futur edhe tek arti i kaligrafisë. Po. Si do funksionon të kjo? Apo janë ato programet e posaçme për enkas për kaligrafin? Po, programet tradicionale që janë, po artistat i përvetsojnë ato aftësitë e tyre dhe i realizojnë pastaj edhe punimet kaligrafike, i realizojnë kështu digjitale. Edhe mu më ka ndodhur kam realizu. Nuk është ku me ditë sa problematike ajo pjesë, se shembull unë e realizoj me dorë, pastaj për me realizu digjitale kam shumë ma lehtë, se e di që shbohet normal, ajo pjesa më e vështirë, po. Të pëlqen, ndoshta do fokusohesh ndonjëherë tek kaligrafia digjitale, apo thjesht diçka që e ke provuar? Jo, është veç thjesht diçka që e kam provuar. Nuk mendoj që muj me zhvillu shumë në atë pjesë. Përveç muraleve ti punon edhe me emra, po jo dhe me projekte të tjera, nëse nuk gaboj. Cila do ishin disa nga projekte të tjera përveç muraleve? Që i zhvillon në përgjithësi si artist i kaligrafisë? Përveç muraleve realizoj edhe piktura me porosi. Piktura me porosi sipas porosive, ndryshme që janë. Edhe emra. Zakonisht këto emrat i realizojnë print, që ja shkruajnë emrat e fëmijëve tyne. Edhe që ajo është. Sepse e di po ashtu që tashmë, ndoshta nuk e kohët e fundit, apo jo, nëse sa kemi biseduar dhe ne 2-3 vitet e fundit, ke provuar po ashtu edhe kaligrafin arabe, ose të paktën artin islamik, le ta quajmë kështu. Shumë vërtet. Kaligrafia arabe më ka tërheq që prej fillimet, dhe më thonë, e para që i kam pas. Po, unë e kaligrafin arabe e konsideroj si një prej kaligrafive ma teknikisht ma të rënda për më realizu. Ka rregullat janë bazike, po është në atë formë e zhvillume që ka disa lëvizje, disa zgjatje që nuk i kanë në stile tjera. Tana na e dim që edhe gjuha arabe është shumë e pasur, një prej gjuhëve më të pasura të botës. E kaligrafia arabe më ka tërheq, po edhe gjithmonë si fëmijë. Edhe këta e kam, nëse harrova me tek se këta pak e kam si trashëgimi pi prindit. Se prindi jam dhe më thonë ka studiu në Arabinë Saudite, edhe është e një fëmijë gjuhën arabe, është një si mirë i gjuhës, edhe shkrimin dhe më thonë e ka kaligrafia dhe i ka pas si lëndë, e një fedi. Harrova me tek që e kam e trashëgimi pi prindit këtë, për atë arsye, me kaligrafin arabe jam konë gjithmonë në kontakt, si me thonë. Po shti ka ardhë rende edhe kam fillu pak me përvetësu dhe me zhvillu më tepër. Nuk e di kaligrafin arabe e muj me përvetësu vetë. Ndoshta duhet me shku me ndjek kurs ose të dikush që profesionist që është, se nuk mendoj që muj me zhvillu vetë. Si që the është një ndër më vështira. Stileve më të vështira. Çfarë kemi, sepse ka 2-3 vite diku apo që ke nisur. Deri më tani kemi punuar ndonjë gjë me kaligrafin arabe? Po, kam punu kam bo disa piktura me porosi, kam bo një mini mesgjid në komunën e Likovës, një fshata që jemi një shtëpi private. Ajo është, dhe më thonë, një pej
prej punëve më të mira që e kam realizuar me kaligrafi arabe. Është një xhami e vogël me një shtëpi private. Mendon që, sepse përmend, të shkosh në kurse apo ndoshta edhe me artistë të tjerë të zhvillosh më tepër, do e bësh apo jo? Patjetër, kur të vjen momenti. Është themet një ndër më të vështira, po a është një ndër më striktat, lejon devijime ose të paktën lejon bashkëpunime me të tjera stile siç po flisim deri më tani? Po, mendoj që lejon, se unë ndjeki shumë artista të huaj, sidomos edhe që mirën me kaligrafi arabe. Edhe i shoh që janë të lirë. Unë shembull nuk muj me bëha si me provu si gjona, se duhet patjetër me përvecu bazikën, pastaj për me kriju diçka tjetër. Ama i shoh që janë të lirë të artistët arab që i ndjeki bojnë diçka shumë interesante. Nuk janë të kufizuar vetëm strikt me një stil, ka shumë stile. Pastaj sa e di unë janë 4 apo 5 lloje stile vetëm kaligrafisë arabe. Kaligrafia arabe si gjumë, do me thonë edhe për lexim, ka disa stile, ka 7 apo 8, nuk e di sa e ka. Pastaj edhe në kaligrafi ka disa stile, 4, 5, 6, nuk e di. Do me thonë, përmban goxha studim, goxha dek të cilat duhet të përvetësosh mirë e mirë. Punë, po që besoj në fund del punë e bukur. Po, shpresoj. E rëndësishme, se po përmend vazhdimisht faktin që ndjek artistë të tjerë, po edhe nuk e ndalon veten për të përvetësuar stile të reja, rëndësishme apo jo, kjo që zhvillohet si artist? Shumë e rëndësishme është kjo për disa arsye. Se shembull, nëse mendon që vetëm ti je të bën diçka si artist, je të bën diçka wow edhe tjetër kush i njëjtës fushë s'është të bën asgjë, mendoj se është shumë gabim. Për mu zhvillu, unë në këtë formë jam zhvillu, kam marrë edhe kritika, shumë. Po ashtu është shumë e rëndësishme të kesh kritika. Prej kritikave, në fillimet e para, nashta s'm kanë ardhur mirë, po pastaj e kam kuptuar që prej atyre kritikave unë e kam marrë edhe jam përmirësu në shumë aspekte. Edhe për atë arsye mendoj që edhe me ndjek artistat e tjerë dhe më kanë pak ma me kam tokë, si me thonë. Fix, edhe unë jam me të njëjtit mendim. Për mu zhvillu si person dhe si artist nëse në atë formë. Shumë mirë. Po ashtu dhe duhet të jesh gjithmonë në çdo fushë, vetëm në kaligrafi, në hap me kohën, gjithmonë të shohësh se çfarë del. Pastaj unë po të ndërpres fjalët, është shumë interesant e fakti që ju kam thonë edhe shove kur ri. Është shumë interesant një fakt se për çdo ditë del dikush që ka me të thonë me një farforme me punën e vet, këshire se ka dikush që di më shumë, apo kupton? Po. Për çdo ditë. Është shumë interesant. Dhe për atë arsye, unë asnjëherë nuk them që unë jam dikush, i kam arrit shumë, kam kriju stilet ndryshme. Unë jam person që gjithmonë këshiri mu zhvillu, me marr informacione të reja, edhe në atë formë, do të thonë, me kriju. Pikërisht. Deri më tani gjithsesi unë edhe me sa kam parë dhe ndjekur, kemi kërkesa dhe mjaftueshëm komente pozitive për punën. Pëlqejet si punë përgjithësi. Po, mirë, ka dash Zoti, më kanë përkrah shokët, familja, rrethi ku jetoj. Pastaj kam edhe shumë që më kanë përkrah që më kanë bashkangjit për gjatë rrugtimit, edhe i kam shumë besnik, edhe gjithmonë motivojnë për me vazhdu. Po, shqyqyrë Zotit ekzistojnë atë persona, atë njerëz. Mbështetja, një nga gjërat më të rëndësishme në çdo fushë, në çdo rrugtim. Shumë e rëndësi. Do kemi ekspozita apo bashkëpunime me artistë të tjerë të kaligrafisë, e ke menduar ndonjëherë? Po, ndoshta do të kemi të ardhmen. Nuk limitohesh vetëm tek puna personale. Jo. Ekspozita, unë mendoj për dikant që nuk e ka realizuar është diçka shumë
shumë punë e madhe, shembull sikur artistat që realizojnë albume, edhe pastaj e ka si CV atë albume, ka si CV, portfolio e ka Po, atë diçka, portfolio, për ta dëshmuar veten si për ta artist. dëshmuar mu krenu shembull me punën që e ka. Edhe unë si artist i kaligrafisë, shumë herë kam menduar me realizu ekspozit. Po ta shohmi të ardhmen, ndoshta edhe do të ketë. Ndoshta do ketë. Po. Me gjitha këto stilet që përmenda, apo jo? Po. Apo ndoshta do e gjesh diku ku të fokusohesh më tepër? Jo, do të jeti ndoshta do të jeti fokusu me një stil ose mundet me pas kombinimi stileve të ndryshme, edhe teknikave të ndryshme. Unë uroj që të kemi, sepse do jetë diçka shumë interesante do ishte dhe me vlerë, dhe të falenderoj shumë po ashtu që ishe sot me mua, vërtet nga si që të kisha në emision. Faleminderit që gjete kohë dhe mundësi t'jesh, dhe uroj që ritakohemi për të tjera suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë për ftesën, e vlerësoj. Inshallah, shifemi me projektet tashme, inshallah. E tash të dashur, pas një bisede kaq të këndshme, unë do ju lë me një kronikë që ka të bëjë me psikologjinë e ngjyrave, se çfarë tregojnë ngjyrat, qoftë mbi ne apo ambientin që na rrethon, ndjekim, dhe me kaq ju përshëndes unë edhe për sot, duke ju uruar një pasditë sa më të këndshme dhe rishihemi sërish të mërkurën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.